Në hetimet për kompaninë Bankers, emri i deputetit PS Salket Hyseni ka dalë si pjesë e mashtrimeve fiskale dhe përfituesi 6 milionë euro pagesa fiktive, kur ishte drejtori i përgjithshëm i parandalimit dhe pastrimit parave. Këto miliona Alket Hyseni i ka përfituar nëpërmjet zyrës së tij ligjore, Agent A Law Firm SHPK, të regjistruar në emrin e babait të tij Namik Hyseni për të fshehur gjurmët e parave të pista që ka marrë nga Bankers dhe shumë kompani të tjera kur ishte pranë Ramës. Por babai 84 vjeçar, një ish brigadier me 8 klasë shkollë dhe ish spion sigurimin në krahës të Tepelenës, ish deputeti Alket Hyseni e ka përdorur edhe si lavatriçe milionash dhe fshehës të pasurive të paligjshme përmes kompanisë Strave Balkan SHPK. Këtë kompani Alket Hyseni e ka krijuar më 14 tetor 2022 në emër të zyrës së tij ligjore. Në të, bashkë me babain Namik Hyseni, kanë 50% pronësisë, ndërsa 50% i zotron shtetasi amerikan Joseph Patrick Fleming, me banim në Texas, i përfshirë në biznes tokash dhe ndërtimi bashkë me Alket Hyseni në Shqipëri. Sipas deklarimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, firma Strave Balkan SHPK ka qendër në Tiranë, por deklaron se kryen aktivitet në Kosovë, Maltëzi, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Bosnjë Hercegovinë, Kroaci, Rumani dhe Sloveni. Babai 84 vjeçari ish deputetit figuron jo vetëm si ortak, por edhe si menaxher i strategjive operacionale për sigurinë në Shqipëri, rajon dhe Ballkan, si edhe për çështje që lidhen me luftën kundër korrupsionit dhe pastrimit parave, sanksione ekonomike, sigurinë kibernetike, sigurinë e kufive, shërbimet e inteligjencës për korporata ekonomike dhe legjislacionin doganor, tatimor, bankar, të investimeve të huaja e të tjerë. Indicie për SPAK-un. SPAK mund ta marrë si indicie këtë fakt që po publikohet për tetuar nëse Alket Hyseni edhe me këtë agjenci vazhdon të zhvas fonde dhe pastron miliardat e përfituara nga Bankers dhe kompani të tjera, kur ka qenë shef dogane për antikontrabandën, drejtori task force-së së tokave në Bregdet, përfaqësues juridik i kompanive të importit karburanteve dhe drejtori i përgjithshëm i parandalimit dhe pastrimit parave. Dosjet penale për Alket Hysenin, korrupsion, pastrim parash dhe grabitje tokash në Bregdet. Në arkivën e prokurorisë, shtetasi Alket Hyseni ka disa dosje penale, por çështjet i janë pushuar pa u marrë as në pyetje, megjithse ka prova të shumta. Çështja e parë penale u regjistrua në tetor 2003, kur ishte përgjegjës në doganën e Kakavijës dhe lejonte kontrabandën e mallrave dhe armëve. Dy çështje të tjera ju regjistruan në qershor 2010 dhe tetor 2011, kur ishte dekan i Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike në Universitetin e Durrësit për falsifikim notash dhe dhënje diplomash false kundrejt rrëshfete. Dy çështje të tjera ju regjistruan në vitet 2014-2016 në prokurorinë e krimeve të rënda për vjedhje tokash në Bregdet me dokumente false gjatë kohës që ishte drejtori task force-sës për pronat në Bregdet.